Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News, do flasim mbi zhvillimet e fundit politike, se çfarë po ndodh me politikën në vend, teksa opozita proteston në vazhdimsi ndaj qeverisë së kryeministit Edi Rama, por ky fundit vijon të mbetet në pushtet. Ndërkohë në zonën e Velipojës në Rjoll, banorët protestojnë atje për të mbrojtur pronën e tyre, duke u përplasur dhe me policin. Dhe e gjitha kjo na tregon atë pashyr të gjithë shkaje që ka ndodhur në 35 vite. Por për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh aktualisht me këto ngjarje dhe se çfarë tregojnë këto zhvillime, ne kemi të ftuar aktivistin zotin Vladimir Dyshniku. Zoti Dyshniku, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Zoti Dyshniku, çfarë do të thonin sipas jush, ose çfarë tregojnë sipas jush këto zhvillime që duket sikur shteti, jo duket, por në fakt shteti është vendosur kundër banorëve në zonën e Rjollit, opozita proteston për të rrëzuar qeverinë e kryeministit Edi Rama, por sa i përket interesave të banorëve, sidomos në zonën e Rjollit, pra ku ka një interes publik, kryesisht Partia Demokratike as ju duket fare atje për të mbrojtur interesat e tyre. Madje Sali Berisha është fshehur sa i përket kësaj çështje. Unë mendoj se tani mbas 35 vjet nga rrëzimi i diktaturës komuniste më të egër në botë, ja vlen që shoqëria civile, opozita, jo ajo në pushtet e Sali Berishës, media dhe intelektualët e ndershëm duhet t'i bëjnë analizën këtyre 35 vjetëve të kaluar. Na u premtua në zbatim të asaj që u akuzua diktatura komuniste më e egër në botë, na u premtua që Shqipërinë do të bëjmë si gjithë Evropa. Kemi 35 vjet, jo vetëm që nuk kemi bërë si gjithë Evropa, por jemi kthyer në një vilajet otoman i kohës së perandorisë turke. Pse e them këtë? U akuzua diktatura komuniste për luftën e klasave dhe tallonin ushqimor. Të dyja këto funksionojnë akoma më egërsisht në këto 35 vjet. Pse e them këtë? Se këta qeveritarë që kanë sunduar për 35 vjet, ta ka pas mbështetjen dhe Bashkimit Evropian në mënyrën më të paskrupull të mundshme. Populli shqiptar, 2 milion banor janë larguar nga vendi. Këtu nuk ka asnjë lloj zhvillimi. Qytetarëve shqiptar është mbyllur goja, një lloj sikur të jenë të vdekur apo atyre personave që merren peng. Në Shqipëri nuk ka as demokraci, as shtet ligjor. Janë shkelur me këmbë liritë dhe drejtat e njerëzit. Shumica e shqiptarëve shtypen dhe shfrytëzohen egërsisht nga regjime kriminale antipopullore. Në Shqipëri sundon krimi dhe korrupsioni. Prandaj e gjitha kjo ka bërë që këtu të sundojë diktatura e njerëzit vetëm, dikur në fillim e Sali Berishës, tani e Edi Ramës. Po pse ndodhi kjo? Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për mendimin tim, dhe kjo e vërtetojnë me qindra e mira fakte dhe ngjarje që i ka përjetuar populli hungurist. Unë mendoj dhe e vërtetoj me fakte se në Shqipëri është zbatuar një skenar kriminal anti-shqiptar për ta zhdukur Shqipërinë, për ta shndruar në një shprehje gjeografike dhe popullin dhe kombin shqiptar për ta çuar në gjithë botën, si dikur thoshin për që futet në shkretir dhe as që ka ndalim në të punë. Tani, Bashkimi Evropian i bën elozhe Edi Ramës për to qëndrimet që mban. Prandaj dhe ai është bërë aq indiferent sa nuk pyet as për opozitën, nuk pyet as për qytetarët dhe as për të drejtat e njerëzve që kërkojnë të mbrojnë pronat e tyre. Nuk është Rjolli që lufton sot për drejtat e veta, për pronat e veta. Nuk e di se sa drejt kanë
por shoh që shteti nuk është afruar fare në zgjidhjen e kësaj. I kanë lënë banorët e rrollit të përleshen me oligarkun Bashkim Ulaj dhe shteti rri se hir. Edhe kjo nuk është pa qëllim. Është e turpshme që ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato i thuri elogje Edi Ramës këto ditë, duke thënë që Shqipëria ka bërë përparime të jashtëzakonshme. E kam pyetur edhe një herë dhe po e pyes prapë këtë ambasador dhe të gjithë padronët e tij që kanë në Bruksel, e kudo që janë. Ku i keni marrë të dhënat juve, zoti ambasador, se Shqipëria pas ka arritje të jashtëzakonshme? Me siguri popullin se keni pyetur, se ju as keni dënuar ta dëgjoni popullin. Me siguri të dhënat i merrni nga Edi Rama, nga ai që shtypet dhe shfrytëzon popullin shqiptar. Por ju pyes prapë, kur nxitët dhe rrëzuat diktaturën më të egër komuniste në botë, kë pyetet juve? Popullin apo Ramizadin? Me siguri që popullin, se Ramizadin nuk e keni pyetur. Atëre, pse tani nuk pyesi popullin, po pyesi diktatorin Rama? Qa ka ndryshuar? Cili është qëllimi juaj që vazhdoni të mbështesni për 35 vjet këto regjime diktatoriale që kanë sjellë në Shqipëri vetëm mbrapsh. Tani edhe Edi Rama, edhe Bashkimi Evropian thonë që në Shqipëri ka suksese, janë plotësuar kushtet në BE. I pyes prapë këta zotrinj burokrat. Po mirë, kur pas ka kaq suksese të mëdha, pse nuk na i thoni popullit shqiptar kush janë këto suksese? Se ne nuk shohim gjë. Për kë janë këto suksese? Mos janë në lidhje me marrëdhëniet tuaja? Që u plotësojnë qefet e tekat tuaja Edi Rama juve? Ç'lidhje kanë elogjet që i bën juve Edi Ramës? Kush kanë lidhje me mirëqenien e popullit shqiptar, me lirinë dhe drejtat e njerëzit? Patjetër që ta nuk arrin dot të bëjnë një konferencë ndërkombëtare, se ne e dim që Edi Rama vdes për t'i bërë reklam punëve të veta. Po pse nuk e bëjnë? Nuk e bëjnë sepse këtu nuk ka nuk ka arritje. Po këtu janë të turpshme ti zësh në gojë se çka ka bërë Edi Rama për popullin shqiptar. Prandaj këta janë bashkëfajtor dhe bashkëautor në të gjitha krimet që ka bërë Sali Berisha dhe Edi Rama. Prandaj këta nuk arrin të thonë se kush janë këto arritje që pas ka arritur Shqipëria në këto 35 vjet. Zot Dyshniku, në rastin e Rrollit, ku banorët po protestojnë për të mbrojtur pronat e tyre dhe Berisha i pyetur nga gazetarët është justifikuar me retorikën e tij politike duke mos qenë i drejt për drejt dhe duke mos ngritur zërin në këtë rast për interesat e banorëve. A tregon kjo se Edi Rama dhe Berisha kur vinë në çështje të tilla, pra që i lidhin oligarkët së bashku, janë bashk në fijet që mbajnë sa i përket pushtetit dhe aspektit ekonomik? Që janë bashk, që kanë qenë bashk dhe janë bashk, kjo vërtetohet me mira ngjarje që ka ndodhur në Shqipëri. Këtë e di fare mirë dhe Bashkimi Evropian. Sepse me nxitjen e Bashkimit Evropian, këta e filluan në 90-ën gjithçka mbrapsht kundër popullit shqiptar. Dhe ja ku fillon e keqja, sepse këta kanë të dy bashkë, dhe Sali Berisha dhe Edi Rama kanë të njëjtin padron. Të njëjtin padron armik të popullit shqiptar. E them armik të popullit shqiptar sepse mbas 90-s, kur urrëzohet diktatura komuniste, këta gjën e parë që duhet kishin bërë një strategji kombëtare. Sepse edhe i Kotes Pulash, një fshatar, kur do të ndërtoj, e bën një plan, bën një projekt, se për sa pune do të bëj, sa vende ku do lëshojnë vezët e tjera. Apo një kasollë, apo një VC. Si mund të ndërtohet, të kalohet nga një sistem politik komunist diktatorial në një sistem demokratik kapitalist pa një lloj strategjie kombëtare? Si mund të ndërtohet një shtet? Aq më tepër që klasa politike shqiptare dhe pushtetarët që morën pushtetin nuk kishin asnjë lloj përvoje. Pa thënë këtu
që mund të kenë qenë të lidhur dhe me agenturët e huaja me qarqe të ndryshme anë shqiptare. Po në pse këtë nuk e rast, bën këtë? Zë Dyshniku, në këtë rast ka dhe vetë Berisha ka përmendur më parë që ka pasur një interesim të Serbisë dhe Beogradit për të shkatruar uzinat dhe fabrikat pas viteve 90 dhe kanë paguar një shumë të majme për të arritur një gjë të tillë. A mendoni se pas viteve 90 politikanët shqiptarë kanë shërbyer më shumë interesave të huaja se sa vetë interesave të kombit? Shiko, unë në logjikën time, unë përdor faktet. Unë nuk përdor se sot njëri, sot tjetri. Mund thonë çdo gjë, po Sali Berisha dhe Edi Rama janë aktorët kryesor që i kanë vënë minat Shqipërisë. Dhe ja pse, nëse do ishte bërë, do të ishte hartuar dhe miratuar me referendum popullor strategjia kombëtare e zhvillimit për kalimin nga diktatura komuniste në demokraci, atëherë do të ishin parandaluar të gjitha të këqija dhe katastrofat që i kanë ndodhur Shqipërisë për 35 vjet. Pra, mos miratimi i kësaj strategjie është krimi më i madh që është bërë Shqipërisë në këto 35 vjet. Se është nga ky është shkaku që ndodhin të gjitha pasojat e tjera. Por i bëj pyetje unë edhe Sali Berishës, edhe Bashkimit Evropian. Pse u shkatruan në Shqipëri të gjitha pasuritë kombëtare, ku në asnjë vend të Evropës lindore një vit më parë nuk u prek asnjë fije floku? Cili është qëllimi? Kush e urdhëroi? Kush ishte skenari që u shkatrua? Është faji Sali Berishës personalisht apo i tutorëve të tij në Evropë apo kudo? Asnjë si e përgjigje kësaj, sepse janë fajtorë. Po faktet e tregojnë që këtu diçka ka. Është fajtorë dhe Bashkimi Evropian. Pse e them është fajtorë? Mirë që e pas ka bërë në kokën e tij Saliu që i shkatroi gjithë pasuritë kombëtare. Po Evropa pse heshti? Pse s'ma di qëndrim? Jo atëre, pa as tani. As tani nuk mban Evropa qëndrim ndaj shkatrimeve që po vazhdon të bëj dhe Edi Rama. Pra Evropa është bashkëfajtore në këtë mesele. Prandaj nuk u hartua strategjia, sepse është si puna saj që thonë, ujku mjegull do. Edhe i ngeli pa, ashtu edhe bëj çfarë doj. Edhe Edi Rama tani, çfarë të dua unë do të bëj. Do ndërtoj një rrugë 300 milion, jo, i fut 2 fish 600 milion. Kush e ka llogari? S'ka institucione këtu. Se këtu filloi që në kushtetut. Kur u hartua kushtetuta e Shqipërisë, këtu nuk ka ndarje pushtetesh. Pra, ai që merr pushtetin, ai ka të gjitha. Ai është diktator. Le çfarë thon media dhe ta tjerë autokrat e zbusin. Jo. Ai dikton politikën. Ai thuaj çfarë duash ti, ai nuk dëgjon as opozitën, as qytetarët. Por Sali Berisha i shkatroi uzinat e fabrikat, jo thjesht se nga inati gjoja duke përdorur antikomunizmin se këto janë pasuri komuniste. Jo, nuk është arsyeja. Arsyeja ishte që njerëzit të ngjelin pa punë, u hordhën në rrugë dhe të marrin rrugët të largohen nga Shqipëria. Pra shpobullimi, u shkatruan gjitha pasuritë kombëtare. Objektivi i parë është të shpobullohet Shqipëria. Të shpobullohet. Pastaj pasuritë kombëtare do t'i jepshin siç u dhanë edhe siç i kanë dhe sot kolonizatorët e rinj, evropian apo botëror. Pavarësisht se nuk thuhet, nuk pranohet zyrtarisht që ne jemi koloni, po Shqipëria është koloni. Është vend kolonial, sepse të gjitha pasuritë deri më sot as qeveria, as shteti, as qytetarët shqiptar nuk kanë përfituar asnjë lek. Pra, çfarë dyshim ka kolonitë në Afrikë dikur apo në Amerikën Latine apo në Azi me Shqipërinë? Bile, kjo është një koloni që ka pasuri kolosale, që neve sot, po të kishim një qeverisje tamam avjetare, që i shërben popullit shqiptar, ne sot me mirëqenien e vendit do t'ja shqipëluar dhe Zvicrës. Sepse është një shembull, janë 2 shembull që një bota. More, ke Singaporin që s'ka asnjë pasuri. Asnjë pasuri kombëtare nuk ka, asnjë gjë nuk ka. Por ama të ardhurat për frym janë më të larta në botë. Ke Singaporin, një krusht vendësht në buzë detit, s'ka asnjë lloj pasurie ka. Por qeveritarët atje kanë bërë që populli të ketë të ardhurat më të larta në botë.
Po ne që kemi gjithë të pasuri, edhe nuk shfrytëzojmë asgjë, edhe sot kemi ngelur akoma për bukën e gojës, akoma te talloni ushqimor. Nuk ka asnjë kuptim të nxitet antikomunizmi kur njerëzit s'kan bukë të hanë. Se po që për antikomunizëm, kjo është pjesë e politikës antishqiptare. Që është antikomunizmi? Antikomunizmi nuk është armiku i njeriu të papajshëm. Antikomunizmi është armik i varfërisë, i pabarazisë shoqërore dhe pasurore. Se antikomunizmi, se kush është antikomunizmi dhe çfarë bën ai për qytetarët, unë e kam parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ishte antikomunizëm. Që i shërbet të gjithë qytetarëve për zhvillim, për mirëqenie, për punë e tjerë. Zoti Dishniku, si është e mundur që Edi Rama nuk rrëzohet dot nga pushteti pavarësisht skandaleve të mëdha, përfshirë edhe atë të Belinda Ballukut së fundmi? Shiko, unë i thash dhe që parë, kur prishi Sali Berisha të gjithë pasuritë kombëtare, kjo është një veçori që bota heshti, po pse heshti? Pse heshti bota? Se të gjitha kanë një lidhje këto. Edhe Evropa nuk është jashtë kësaj pune. Prandaj heshtin, prandaj bëjnë elozhe ata që të gënjejnë popullin tonë. Historia e njerëzimit njeh shumë vende të shkatëruara nga pushtimet e huaja. Njeh shumë, bile rastet më të freskët kemi Ukrainën, kemi dhe Gazën. Por ama historia e njerëzimit nuk njeh asnjë vend të shkatëruar nga vetë pushtetarët vendas, siç ka ndodhur në Shqipëri, nga Sali Berisha dhe Edi Rama. Edhe ky konkluzion, jo vetëm që ja vlen të diskutohet në debate kombëtare, politike, ekonomike, sociale e tjerë, por duhet i vit turp dhe Evropës që emigron këta. Pse nuk rrëzohet Edi Rama? Po kush është Edi Rama? Edhe kush është Sali Berisha? Ata janë vëllezër siamez. Ata të dy janë ushtar të Evropës dhe qarqeve reaksionare anti-shqiptare. Lere qatë teorisht edhe qarë zbukurimesh vejta, gjoja se janë antikomunist. Nuk janë antikomunist, ata janë anti-shqiptar. Se këta janë mburrë, sidomos ky Rama, ky është mburrë dhe që unë jam pro-amerikan. As pro-amerikan nuk është. Ai është anti-amerikan, sepse më parë ka qenë anti-shqiptar. Do të thoni juve që si argumenton këtë. Shumë thjesht fare. Që ky nxjerr bojën vetës me të gjitha veprimet që bën, veç thot ai. Ai ka shkuar, ai e ka mburrur vazhdimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kohët e fundit. Se Amerika është kampioni i demokracisë në botë. Dakor. Shkon në Amerikë sikur shkon te gjyqja e tij në fshat. Ai shpesh shkon. Por ama nga përvoja e kësaj demokracie të Amerikës, ky në Shqipëri, në shërbim të popullit vet nuk të ka pruar asgjë. Pse s'ka pruar asgjë nga përvoja amerikane? Ose ka pëlqyer, ose është i paaft për të marrë të përvojë, ose nuk do të bjerë përvojën të zhvillojë vendin e vet. E pra, duke qenë anti-shqiptar, është njëkohësisht dhe anti-amerikan. E njëjtë edhe Sali Berisha, po paktën Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë distancuar përfundimisht me Sali Berisha duke shpallur non grata. Por edhe ky duhet shpallur non grata. Jo nga bashkimi, jo vetëm nga Amerika, po nga bashkimi evropian. Por pse nuk rrëzohet? Po janë bashkë. Këtu zhvillohet një propagandë, aq sa e kam thënë diku në një vend. Propaganda që bën ky Edi Rama sot ka 20 e ca vjet në pushtet, që nga bashkia edhe me tutje. Është aq e sofistikuar sa po të ishte gjallë në kohën e Hitlerit që vuri Goebbelsin shef të propagandës, me siguri do të kishte vënë Edi Ramën shef të propagandës naziste. Ky e ka trullosur, ky ka prishur mendjen botës kur shkon jashtë, ky sillet si sheik, si princ. Kur vjen në Shqipëri sillet si rrugaç. Çfarë të them unë, e kam thënë edhe herë tjera. Unë ta kem babate unë përza nga shtëpia. Pra kur them ta përza nga shtëpia, edhe populli shqiptar duhet ta përzej. Po pse hesh populli shqiptar? E kam thënë edhe po prapë. Ja, pro, pse hesh populli shqiptar? E kam thënë, është një shprehje popullore. Edhe peshku më i zgjuar, kur është i uritur, do bjeri në grek. Populli jonë është i uritur. Populli jonë është i varfër, është i mjeruar. Populli tonë i ka mbyll gojën. Mos ndoshta nuk është i zgjuar. Se jo nuk është i zgjuar. Më fal, nuk është i zgjuar. Po kur një popull që nuk mendon me kokë, po mendon me stomak, ai atë e komandon kollaj.
Kështu ka vutë shqiptarë dhe në kohën e perëndoristuke, edhe në kohën e Zogut, edhe kur vu talloni më mbrapa, edhe tani po e njëjta gjë është. Prandaj është një politikë kjo. Zoti Dyshniku, mos ndoshta shqiptarët do duhet të fillojnë të mendojnë me kokë dhe jo me stomak. Po, koka e një populli janë intelektualët, është elita. Ku është elita? Ku është elita? Ja ato që flasun, asnjë s'më mbështet. As ato partit që quhen të reja. As ato. Këto që them unë, nuk i zën me gojë. Nuk i zën me gojë. Kanë frikë. Kanë frikë të zën me gojë. Se dikujt i shërbejnë. Po merren janë bërë si gazetarë, politikanët dhe deputetët. Shkojnë aty ku ka protesta greva. Politikanët, deputetët e mbrojnë popullin me politikë, me ide. Në zyra, në salla kuvendi. Nuk e mbrojnë atje, se çfarë bën atje ku shkojnë? Thjesht si truprin. Do të demaskuar pushteti. Tani Sali Berisha e bëri pjesë e vet. Por Edi Rama, si e filloi Edi Rama, atë që la Sali Berisha e vazhdoi Edi Rama. Prandaj them që këta kanë një të njëjtin padron, se është e njëjta politikë. Anti-shqiptare, kriminale. Të parën gjë që bëri Edi Rama, shpalli botërisht në mënyrë mashtruese bashkëqeverisje me qytetarët. Pra i tha popullit shqiptar që unë tash jam ndryshe nga Saliu. Edhe ne e ham karremin kollaj. Populli jon, si i varfër që është, edhe beson, ka besuar tërë jetën te Bayraktari, te komandanti, te drejtori, te kryesekretari i partisë. Kështu është, një popull i varfër e komandon shumë lehtë për të punë. Po pse nuk çohet? Po ky film asaj, ky çfarë bëri? Ky mbylli tëra dyert. E zyrave të shtetërore, administratës komplet. Edhe i thot, ankoni thot në kryeministri. Po mirë moti, po t'ishte kështu kjo që punë që ankesa të bëhen në kryeministri. Deti, në cilën vend të botës është kjo formë pune një. Po njerëzit duhet të ankohen atje ku lindi konfliktet. Jo të shkojnë në kryeministri. Po kur çfarë njerëz janë të veçantë ata të kryeministrisë që i zgjidhin këto probleme? Po kur i zgjidhin ata, pse nuk i zgjidhin pushteti vendor? Pse votojmë ne për pushtetin vendor? Për çfarë votojmë? Pse na duhet atëre? Gjithë kjo zhurmë e madhe. Zyrat pushtet vendor janë të tëra të mbyllura. Shko në një zyrë, gjen dot një zyrë që të gjesh hallin, ta shpjegosh hallin, ta kërkosh hallin. Në asnjë vend nuk e. Atëre çfarë? Prandaj ky tash tha bashkëqeverisë me qytetarët, po ky fakt bashkëqeverisë me oligarkët, me kriminalët. Se ky nuk bashkëqeverisë me qytetarët. Se ordo, vajtëm në 8 javë rresh protesta para kryeministrisë, pse s'takojmë me neve? Kanë disa muaj ata banorët e rregullit, por pse s'ka quar një përfaqësues, ministri i drejtësisë, atë të pushtetit vendor, ti zgjidh konfliktet, po e kanë lënë atë të zgjidhë e të vritë me një tjetrin. Prandaj ky është bashkë me Saliun të punë. Po pse nuk po mirë. Është e vërtetë që PD-ja bën protesta për të rrëzuar Ramën, kush e beson këtë? Këto janë skeqe, këto janë shfaqje, këto janë si karnavalet e Rios. Po pse i bën protestat ky natën me fishek zare? Për spektakle, tamam se karnavalet. Prandaj kjo është lojë, është një lojë. Shkuan te vila e ish Enver Hoxhës, edhe i hodhën sa shashme atje, sa fishek zare. Po këto janë, kjo është lojë, kjo është të tallën popullin. Është të tallet populli për këtë punë. Por edhe bota, po dhe intelektualët shqiptar që janë, ky ka blerë të tërë, i ka futur për borde ujë, borde osheje, çfarë nuk ka futur ky, i ka dhënë rrogat majme, nga 10-15.000 euro në muaj. Çdo muaj, ç'më duhet mua thotë? Ç'më duhet mua të ngrihem unë kundër tij, unë jam rehat thotë. Po mirë. Pak është ajo që ky në 24, në korrik të vitit 24, miratuan ligjin e listave të mbyllura. Pse është Evropa? Po për turbin e Zotit, edhe gjykata kushtetuese e holli poshtë ankesën ndaj kësaj. Po listat e mbyllura janë shfuqizim i nenit dytë të kushtetutës Shqipërisë, që saksonon që sovranitetin në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Me listat e mbyllura, ky nen u shfuqizua, u eth poshtë. Po kush qena kjo gjykatë kushtetuese, kur kjo kushtetut është miratuar me referendum popullor, edhe dil ka kjo dhe hit ka poshtë?
Askush s'foli, po Evropa pse s'foli? Prandaj këta janë bashkë, me listat e mbyllura këta e zonë pushtetin. Ose marrim tjetër që është më hapur fare. Kemi 35 vjet që votojmë me kode zgjedhore, me sisteme zgjedhore lloj-llojesh. Pse e bëjnë këtë punë? Për të mbajtur sundimin në Shqipëri. Është shumë e thjeshtë. Deputeti është Zot Dyshniku, e drejt, janë gjitha të njohura, të gjitha bëra publike dhe denoncuara vazhdimisht, po si rrëzohet Edi Rama? Cila është ajo mënyrë që mund ta rrëzojë, sepse qeveria e tij po përfshihet skandal pas skandali dhe sërish ai mbetet në pushtet. Rama rrëzohet kur Bashkimi Evropian të distancohet nga të gjitha krimet që ka bërë Sali Berisha dhe Edi Rama të dy si bashkë. Kur Bashkimi Evropian ta pranojë që në Shqipëri nuk ka demokraci dhe se të dëgjohet, që shumica e shqiptarëve shtypen dhe shfrytëzohen egërsisht nga regjime kriminale antipopullore. Përderisa Bashkimi Evropian nuk e bën këtë, atëherë këta do rrinë në pushtet duke na sunduar ne në qafë do t'i kemi gjithmonë. Prandaj thashë këtu ka skenar. Ky është skenar. Ç'a duhet skenari tjetër? Është ajo që tregojnë Xhebrail, çmerdhe s'm ke njoftuar i thaj. Çi s'kam njoftuar thaj? A bën aksident, a theve kemën? A ushtrove për nga zemra që u bllokove? Këto janë shenja, këto janë sinjale. Ky është skenari, se ç'a duhet me? Ta lexojmë ne me letër? Ne shohim konkretisht. S'ka nevojë ta lexojmë ne se ku është ky skenar. Pse kujtojnë neve se ata të Bashkimit Evropian janë budollë, si kuptojnë se ç'a bëhet në Shqipëri? Po mirë, kur këta qenga kaq të zotë këta, si e gjetën këta që Shqipëria s'pas ka lek për të rritur pensionet? Ose FMN-ja, që akuzoi par vjet qeverinë shqiptare që bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe Insatin falsifikuan koeficientin e indeksimit nga 2 herë në 10-12% na e bëri 4.1%, 8.6%. Pse këto i gjenë ata kur vjen puna për të fituar populli, për të fituar pensionistët? Dhe nuk gjejnë këto që janë probleme themelore të demokracisë dhe shtetit ligjor. Në cilën vend të botës është ky sistem? Ore deputeti është përfaqësues i popullit. Kurse te neve, deputeti është përfaqësues vetëm i një qarku, i votuesve të një qarku. Që këtu fillon së prapsa, se kupton Evropa këtë. Deputetin e 2 milion banor kemi gjetur. Deputeti duhet jetë i gjithë të votohet nga të gjithë shtetet shqiptar me të drejtë vote brenda dhe jashtë vendit në një zonë zgjedhore. Po së pranua kjo, Edi Rama është gjenë. Kurse listat e mbyllura, ato e mbulosën Edi Ramën bëj çfarë duash. I kam thënë 3 ushtrit që ka Edi Rama që ma mbushtetin. 3 ushtrit që hesh Sali Berisha, heshin edhe Evropianët, Bashkimi Evropian. Kush janë ushtrit? E para, mbi 200.000 rrogtar të shtetit. Përse duan gjithë ta? Janë 17-18 ministri e ministra shteti, kukulla, si Dordonec. Janë 10 agjenci dhe inspektoratet që kanë këto ministri. Për çfarë duan? Kur të gjitha shërbimet shtetërore dhe vendore të bashkimeve janë privatizuar, pra ministrit drejt zinxhirit. Pse duan gjithë ta? Po duan, i duan vetëm për zgjedhje. Pra kjo është ushtria e parë. Ushtria e dytë janë oligarkët që ky i furnizon me tendra, me koncesione. Thonë që media, thonë edhe unë e them, media është e lidhur me qeverinë. Po mirë, kjo Evropa nuk e kupton që kjo media, nëse kjo merr tendra dhe koncesione nga qeveria, kjo është e shitur, s'është më pushtet i 4, po është pushtet në shërbim qeverisë. Jam ata në rjoll, për çfarë luftojnë ata? Kush ja dha drejtën atje që të zaptojë ato toka? Qeveria e dha. Ja, pra kjo është e dyta kjo. E treta, kjo durana që na doli tani neve, edhe shumë durana tjera, që vetëm atje 46 biznese që veprojnë, bëjnë import, eksport, bëjnë shërbime të ndryshme, por janë hequr të tëra detyrimet tatimore. Pra këta jo vetëm prishin marrëdhëniet e bizneseve në Shqipëri, por këta bëjnë dhe fitime të padrejta
edhe prishin dhe edhe çmimet në tërësi, sepse këta operojnë me çmimet sipas fitimeve të tyre, kurse të tjerët e shket janë në bizneset ndershme. Pra, këto janë tre ushtrit, se edhe këta punojësit e tyre që kanë me mira ata, edhe ai punojësit do votoj për Ramën, që do ky na bën këto lëshimin ne duke bërë lëshime, duke fituar pronari im, unë do më rriset e rrogën. Ç'më duhet mund të votojmë për tjetrin? Pra, këto janë tre ushtri. Bota, Evropa, pse nuk e shihon këtë? Ore, ta merren me një që vjedh energjinë elektrike e 10.000 lekë në muaj. Këto janë vjedhje skandaloze, më s'ka kuptim më. Edhe tjetra. Po. Këta thonë Rama sidomos. Unë thot ai, po dhe Bashkimi Evropian. Rama është po i lufton e bështet SPAK-un, po lufton korrupsionin. Unë nuk e marr vesh se ku e shikojnë këta që ky lufton korrupsionin. Ky është babai i korruptorëve. Ky ka deklaruar vetë në programin Shqipëria 2030 që ne nuk i denoncojmë të korruptorit në prokurori. Ç'a duhet më? Ore është fare, është për të qeshur, është për të ngjallur edhe një herë ai Zhvejko, për të ngjallur Zhvejko si personazh. Edhe të jetë ky personazh. Rama, si ka mundësi më bordot, si që nga ky. Po ky është vetë ai që i mbështet të hajdutën. Ai po i kundërvjet SPAK-ut ky tani. Ai po i kundërvjet SPAK-ut që po ai polici arrestohet, kush vjet një gjë të vogël. Kurse kjo ka gjithë ato akuza, na dalin ca avokat mbrojtës, sa ndepirës, e thonë, ku janë provat që pas e SPAK-u? Po kur si ka SPAK-u, kush je ti që vën dyshim SPAK-un? Kush je ti që të vësh dyshim SPAK-un, do të vësh dyshim Shtetet Bashkuara të Amerikës, të vësh dyshim Bashkimi Evropian? Po tash, unë se kuptoj këtë punë. Po megjithatë, edhe te SPAK-u, te drejtësia, duhet të bëhet ndryshime. Se ne kemi, kush janë ata që janë në SPAK? Ata që kanë qenë deri dje që kemi akuzuar të korruptuar. Por si mund zgjidhet edhe kjo, përveç deputetëve që do të zgjidhen nga gjithë populli, edhe gjyqtarët dhe prokurorët, siç ka qenë dikur dhe siç është në shumë vende të Evropës zhvilluar. Prokurorët dhe gjyqtarët e shkallës parë duhet votohen nga populli. Duhet votohen nga populli. Populli është e di që kush gjyqtar dhe prokuror është i ndershëm e kush është hajdut. Zoti Dyshniku, prokurori gjyqtari, po të jetë në dorë e partive politike, ka marrë fund drejtësia, s'ka drejtësi. Zoti Dyshniku, duke mbetur pikërisht aspekti korrupsionit, si e parashikoni fatin e Belinda Ballukut? A do të ketë të njëjtin fat si paraardhësit e saj që kanë qenë bashkëpunëtorët e Edi Ramës dhe kanë parë veten në burg ose të arratisur? Unë nuk e di a ka ndonjë rast tjetër në botë që një kryeminist të ketë dy zëvendës kryeministra, njëri të arratisur dhe tjetra me akuza nga më monstruozet për korrupsion. Nuk e di, edhe kryeministri jo vetëm që rri, por dhe mburr nga Bashkimi Evropian. Nuk e di. Kjo vërteton më së miri që këtu vazhdon skenari, edhe nuk tunden fare nga Isikami Bashkimi Evropian duke e mbështetur këtë. Tani, e thamë për Sali Berishën që i shkatroi ekonominë, që i la njerëzit pa bukë. Por një krim akoma më të madh ka bërë dhe po bën Edi Rama. Në kohën që ky mori pushtetin në 2030, pse e them këtë? Se partitë politike, organizatat jo qeveritare, intelektualët të ndershëm, po dhe Bashkimi Evropian, duhet i bëj analizën të kaluarës 35 vjeçare. Ndryshe, lutu kot Rama ik, jo tiki Rama do të demaskuar, Rama dhe Berisha duhet largohen të dy, duhet demaskuar me fakte. Me Berishën mendoj se i tham gjëra, po nuk është më pak dhe ky, se ky nuk është puna se i hyri atyre fabrika uzinave, po ky bën një tjetër gjë që është me poshtë se ai. Ç'a bën ky? Kur mori pushtetin në 2030, njerëzit ishin pa punë. Se nuk ndërtoi njëri as uzina, as fabrika, as kombinata, as një gjë. Secili edhe ferma që ishin, edhe tërbufi, secili punonte nga një dynim, dy dynim, sa për të ngrënë për vete. Po detyra e parë e këtija, po dhe Evropës që ta orientonte këtë, po Evropa është ajo Evropë që
në fillim fare nuk orientoi Sali Berishën që të bënte strategji kombëtare zhvillimi që të ishte për afat me objektiva afat shkurtër, afat mesëm, afat gjatë. Që qeveria të mos dilte nga shinat e programimit strategjik. Tani ky erdhi në pushtet gjasme për të rregulluar të këqijat e Sali Berishës. Dakor. Ky vendosi me kokën e tij, a me Evropën nuk e di. Ky vendosi që prioriteti kryesor i zhvillimit të vendit do të ishte turizmi. Po mirë, po si do të zhvilloj turizmi në vendin, nëse nuk ka një strategji? Kush do bënte? Me çfarë do bënte ky? Me matrapazët, me oligarkët do zhvillonte vendin, turizmin? Se bëhet fjalë jo thjesht për turizëm, se po ti për turizëm, turizmi është privat. Le ta bëj secili të ndërtoj, mbaroj. Po pse caktoi këtë ky? Edhe këtu janë qëllime kriminale që u caktohet turizmi. Nuk duhet të ishte turizmi prioriteti kryesor i zhvillimit të vendit, po duhet të ishte shfrytëzimi i pasurive kombëtare me cikël të plotë dhe thithja e investimeve të huaja për zhvillimin e të gjitha industrive në vend. Këto do zhvillonin vendin, do punësonin specialistët e lartë që po na ikin e rinia, inxhinierët, financierët, arkitektët e tjerë nga vendi. Kurse turizmi punëson kryesisht guzhinjer dhe kamarier. Pse me guzhinjer kamarier, me shitës domatesh, me shitës bananës do zhvillohet vendi? Por edhe ky ishte mashtrim. Pse e përdori turizmin Edi Rama? Edi Rama e përdori turizmin për dy arsye kryesore. Arsye e parë është duke bërë propagandë gjoje për turizmin, se do na vinë me miliona turistë se ne kemi natyrë të bukur, ky do justifikonte shpenzimet kolosale kriminale për ndërtimin e rrugëve, autostradave, porteve, aeroporteve, rrugëve, tuneleve, urave e tjerë. Sepse me këto ndërtime gjigante mund të bësh edhe është bërë korrupsion i madh. Kjo është e para kjo. E dyta, me turizmin ky, nëse e kishte me sinqeritet që turizmi do zhvilloj vendin, të parët fare që do të zhvillonte turizmi, do të ishte bujqësia, blegtoria, do të ishte frutikultura, industria ushqimore, ajo tekstile, e peshkimit, e mobilerisë, me të cilat do të furnizoheshin turizmi. Por çfarë e ndihmoi këto sektor? Çfarë plani? Po pa plan zbëdje. Po ti dhe fondet e Bashkimit Evropian ajo kripsa i vodhi. Edhe ai janë akoma këshilltare. E kuptoni se kush është ky? Se çfarë njeriu është ky? Se sa anti-shqiptar që është. Edhe Bashkimi Evropian vazhdon ta mbështesi këtë njeri. Tjetër, madrat po vinë nga jashtë. Tregu shqiptar të hysh në supermarket, hyri Braçja para një muaj te ajo pika e grumullimit me shumicë në Myzegje dhe konstatoi dhe tha, të gjithë mallat që shiten këtu tha me shumicë i vinë nga Evropa. Edhe mollët vinin nga Polonia. Pa ka krim më të madh më ç'është kjo qeveri më. Mollët shqiptare, Korça, Pogradeci e Peshkopia po i hedh kanal. Preshi, qepët, domatet, specat po i hedhin në kanal, edhe vinë nga jashtë shtetit. Ka vajtur 1 kg spece, ka vajtur 4000 lekë. Sigurisht mish vishi. Pra shtrejtimi, pra ti thua këtu po zhvillim. Po këtu janë 3 fishuar çmimet, 4 fishuar çmimet. Atëre ku është zhvillimi që ka sjell ky turizëm? Çfarë solli ky turizmi? As vetë s'është zhvilluar turizmi, po as vendi nuk e zhvilloi. Por krimi më i madh me turizmin që ky e mori si prioritet është në drejtim të pasurive kombëtare. Pse nuk e zurim gojë? Domethënë, pse nuk mori turizmin atë shfrytëzimin e pasurive kombëtare me cikël të plotë në vend të turizmit? Sepse ky me pasuritë kombëtare ky ja kishte dhënë kolonizatorëve. Ata e kanë shfrytzuar dhe vazhdojnë të shfrytëzojnë. Shikoni Saliut dhe ky e vazhdon akoma më me vrull. Pra prandaj ky nuk e zë pasuritë kombëtare, sepse ato s'janë më kombëtare. Ato janë pasuri që i kanë kolonizatorët. Fakti më konkret që na doli nëse mund të ketë shumë të fsheta, po doli Bankers Petroleum. 20 vjet s'ka paguar asnjë lekë. Dhe kjo thonë çfarë fakte shka për ballukun. Po jam i fali Bankersit edhe gjobën që i kishte vënë prokuroria e Fierit 120 milion për mos pagim për evazion fiskal. Po që janë to më 120 milion, unë se kuptoj, kaq që pas kemi qenë overda, si mund të heshtin to? Edhe ai thotë,
Unë do fakte, thot, s'më shmushë, s'ka fakte, thot, më ka dhënë 16 faqe ashtu, me fakte Belina Balluku. Po çfarë do më ky? Çfarë do më ky? Prandaj, e gjitha kjo është një skenar dhe Evropa këtë punë është bashkëfajtore. Por, këtu brenda, partitë e reja që thonë kemi marrë përsipër të përmbysim, të rrëzojmë Edi Ramën, se për Sali Berisha rron 1000 vjet bashkë me Edi Ramën, se janë bashkë, partitë e reja bëjnë lora fjalësh. Nuk e prekin nervin se identisti kur prek nervin të dhëmballa. Këta merren me lojra fjalësh, me citatet si të Macedonit, mos i pinim qaf femrave. Prandaj unë mendoj, por edhe intelektualët shqiptar e kanë tradhtuar popullin shqiptar. Rrinë për klube, bëjnë muhabet, bëjnë politikën e jashtme, çka ka bërë Amerika, çka ka bërë Anglia, se i zgjidhin hallën e popullit shqiptar. Por fajt madh ka dhe gjithë media shqiptare. Analistët shqiptarë që mbushin studio, që marrin me mira euro në muaj, këta bëjnë lojra fjalësh, janë bërë gjithë agent të spionazheve. Sigur këta i dinë të gjithë të dhënat dhe mendja këtyre do të zgjidhin hallët e botës, kur nuk merren me problemet e vendit. Edhe media ja ka mbyllur gojën intelektualëve shqiptarë, ja ka mbyllur gojën qytetarëve shqiptarë që ngrenë probleme. Ja ka mbyllur gojën. Nuk komunikon dot me asnjë media për të dhënë një mendim. Ka ngelur vetëm portalet si ky juaj, që është demokratik, edhe një gazetë si Gazeta Sot. Se asnjë gazetë tjetër nuk pranon të shkruash, të kritikosh, të akuzosh, qoftë Sali Berisha, qoftë Edi Rama, qoftë ato gazete që quhen opozitare. Asnjë shkrim që kam dërguar në to, asnjë s'ka votuar, përveç Gazetës Sot. Zoti Dyshniku, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.